gëzimin më të madh e kam ndjerë kur një herë isha zëvendësministre dhe do bëj një takim në UNESCO-s në Itali. Ajo që drejtonte konferencën, profesoreshe psikologjisë, më bëri 3 pyetje të vështira. Më tha, po pse tha ju popujt e vegjël keni ëndra të mëdha? Pjesa e dytë më tha, a mund të realizoni ëndrat tuaja? Dhe e treta, tha, mos e kujtoni veten që jeni pjesë e Europës. Atëherë mua më nxiti gjaku i parëve. Dhe i thash, më kujtohet, kjo që po thoni ju, më kujton librin e Ismail Kedarens, Në punë si pallatit të ëndrave, që në kohën e diktaturës ne na menaxhonin të ëndrat. Ne popujt e vegjël, i thash, kemi treguar dhe historia do ta tregoj që do bëjmë gjëra shumë të mëdha pasi ne i tharasim nevojës, për arsye se ju, i thash, në vitin 90 nuk keni bërë atë që kam për unë, që laja çimenton me gjunjë, që mbushja ujë poshtë, që ngrija drurën në katë katërt për të ngrohur me sopë, që vinim kazanin për t'u larë. Juve këto i thash që duken situata jashtëtoksore. Kurse ne i thash që kemi për këto, kemi vazhduar dhe studimet, kemi rritur dhe fëmijët, kemi mbajtur dhe familjet dhe kemi bërë me shumë dashuri. Në fund ajo tha, më dhe leksionin më të bukur tjetës time, tha, dhe të kërkoj shumë falje.